Në kohën e Kosovës së rubruar, institucionet fetare vazhduan të shërbejnë popullin në forma tjera, sipas nevojës që kishte populli. Xhamitë ishin institucione së të veprave humanitare e kombëtare. Vostre e shpresës dhe rezistencës në kohë më të vështira të okupimit të Kosovës. Plot shokë e bashkëtarë e hoxhallar. Hoxhallarët e zë përveç misionit tyre të shenjtë për të ligjëruar porositë e Zotit, ata me vepër e me angazhimin e tyre, kryen detyrën e tyre ndaj kombit e atë duke qenë krah për krah në luftën shërimtare. Shumë prej tyre sot janë dëshmorë, plot prej tyre këtu janë pjesëmarrës, që kanë drejtuar luftën tonë shërimtare. Në ndihmë krenare si Malisherë që plot, ose më mirë me thamë, pa kufi, e pa kufizim, edukuesit e drejtuesit e fejes këtu, e hoxhallarët anë çdo fshat të komunës Malisherës kanë qenë në shërbim të luftës shërimtare. Ata kanë përcjellë një traditë që Llapusha ka pasur historikisht. Ne njihemi këtu si rajon adhetar, besimzot e adhej, ku baballarët tanë hoxhallarë janë sot janë pikë e referencës se si bashkëdyzohet shërbimi ndaj adhejot e Zotit. Ne ndihemi krenare që jemi pasardhës tyre të shumë emra të mëdha që sot janë në mesin tonë. Hoxhallarët që kanë shpërndarur adhetarën, hoxhallarët që kanë pritur kapërcjellë adhetarët e kombit, hoxhallarët që kanë prirë proceseve politike adhetare në Llapush e në Kosovë. Hoxhallarët e cilët në të njëjtën kohë kanë shërbyer detyrën e tyre fisnike që e kanë pasur obligim primar, për në tjetër kanë ligjëruar për adheun, për dashurinë ndaj kombit e për të shërbyer kombit. Hoxhallarët e cilët në çdo procese politike kanë qenë kryet e detyrave adhetare. Plot e tillë keni këtu sot në radhën e parë. Kur ishte koha për pajtime, kur ishte koha për luftë, ata krah për krah me ne, duke na ndihmuar, edukuar e frymëzuar. Së kemi arritur lirinë. Do në kështu e shoh vazhdimsinë e nderuar mifti. Të këtyre djemve të ri që sot drejtojnë Bashkinë Islame të komunës Malisherës janë pikërisht janë djemë të nipat, pasardhësit e këtyre burrat maj, fetarë të Malisherës, e që jam i bindur që kështu do të vazhdojnë të drejtojnë, e ta ruajnë në traditë tonë, adheut të Zotit, tolerancës, respektit të traditës tonë kombëtare. Edhe kjo ndërtim i këtij institucioni të shenjtë, që sot po i fillojnë gur themelin. Do t'i shërbej pikërisht se fryme, duke qenë krenar me të kalurën tonë, me ata njerëz që kemi shumë bashkë e ne do t'i kujtojmë, do t'i nderojmë gjithmonë, dhe përmes këtij institucioni besoj gjithë ata burra që kanë bërë të mundur që sot ta vëmë këtë kur themel në Kosovën e lirë, në Llapushën e lirë. Zoti ndihmon ata që janë në rrugën e drejtë, edhe ata që kanë për një me. Shënjestër.net